Krye socialisti Edi Rama promovoi në qytetin e Durrësit librin e tij të titulluar Kurban. Para anëtarëve të Partisë Socialiste dhe intelektualëve në Galerinë e Arteve të qytetit bregdetar, kreu i opozitës u shpreh se gjykimi për librin nuk duhet të ndikohet nga posti që i mban në krye të partisë dhe nga ata që flasin në publik për të. Do ta lexojnë drejt për drejt vetat që është shkruar dhe nuk do krijojnë opinionin e tyre duke dëgjuar ata që flasin për librin, jo gjithmonë duke u nisur nga libri, por duke u nisur nga autori dhe për shkak të marrëdhënieve me autorin përcaktojnë edhe qëndrimin ndaj librit. Në promovimin e librit në qytetin e Durrësit, kryesocialisti ju përgjigj edhe interesimit të qytetarëve duke nënshkruar edhe dedikime për lexuesit. Libri i titulluar Kurban u publikua në prag të panairit që u mbajt për letrat shqipe dhe të huaja në Pallatin e Kongreseve javën që shkoi. Edhe pse për librin e tij kryetari i opozitës u etiketua në qendër të akuzave nga drejtuesit e mazhorancës lidhur me përmbajtjen që trajtohet në të. Në panairin e librit, Kurbani i Zotit Rama tërhoqi kurreshtin e lexuesve të shumtë duke u bërë nga botimet më të kërkuara për ta. Në ditët në vazhdim, Rama do ta prezantojë librin edhe në qytete të tjera të Shqipërisë.